Hey, përshëndetje, një video e re. Dua që t'ju falenderoj të gjithëve për komentet pozitive që më keni bërë tek videoja e fundit. Ju kam shumë gjanë dhe faleminderit. Shpresoj që edhe kjo video t'ju pëlqej sa ajo. Jam shumë e lumtur kur marr komente pozitive, vajza që më shkruajnë, edhe ju përqafoj të gjithave. Sot planin e kemi që është ora 10, do dalë, do ke pak të do tani, sepse duhet të çoj një pako, edhe veshja ime është super e thjeshtë, u lava dje, vendosa maske të gjitha, edhe të them që po flokët i kam pak të dëmtuar, se normale floku është për më dekolorim, edhe që se do të bëhesh bjonde, i merr vetë parasysh të gjithë këto gjëra. Edhe veshja ime është sot shumë e thjeshtë, do t'ja tregoj dhe do dalim. Kam veshur këto tutat nga HM, një bluzë po nga HM-ja, çantën time nga Polen, edhe aksat. Clear the table, cut the grass, doing all I can of the necessary. Clean the attic, stay afloat, try as hard as I can not to fall off the boat. What can I do? What can I say? Hope that we find something new. Caught in the spin of the games that we play. Maybe we find something new. Në shtëpi dhe do ju tregoj tani pazarin që bëra tek Biomarket. Ishte dita super e bukur. Edhe kam ardhur herët në shtëpi, është ora 1:30 që kështu do përgatisim edhe drekën. T'ju tregoj çfarë bëva sepse më shkoi ke fatura diku te 45.000 lekë që kështu kam harxuar. Mora Moçi të firmën që besoj se e gjen edhe në marketet e tjera, por nuk e kam provuar asnjëherë që kështu. Të provojmë tani si do jenë. Këtë shumë e çuditshme si shije, s'mund ta krahasoj dot me asnjë gjë. Pra këtë që kushtoi më shumë, matcha për të bërë në shtëpi dhe kushtoi 25.000 lekë. Edhe më duaj sepse kam bler setin edhe dua që ta konsumoj. Mara prosciutto, mara lështryra, mara bukë integrale, gjithashtu papulla, mashurka, qëra, dhe si që thash të gjitha këto kushtuan 45.000 lekë. All my dreams are now gone. I wonder where did you go? I have to know. A mirror image of my soul. I could see myself but without the hope. I pinched my arm just to see if you could feel what I feel. We found each other right from the start. A conversation between our hearts. I wanted more, but it was hard to get through your shield. Your hair was just so, and your eyes were also. All my dreams are now gone. Përshëndetje, dita tjetër, të sot jemi në Durrës. Përshëndesim të gjitha gocat dhe çunat që na ndjekin nga Durrësi.
Durrësi është ndër qytetet e mia të preferuara të Shqipërisë, sepse vendin e parë e mbajnë Gjirokastra, që me shumë mundësi shpresojmë shumë që të bëjmë një udhëtim në Gjirokastër, sepse nuk ka si Gjirokastra. Dhe pastaj Korça, pastaj Shkodra apo Durrësi, midis të dyjave ja. Edhe kështu do dalim, do bëjmë ndonjë blerje, do ham ndonjë trek. Menduam se si e diel ta kalonim në Durrës apo jo Alf. Ja, kështu po gjejmë një vend për na nisë shiu, po nisë. Donim të bënim ndonjë xhiro të detit. Edhe po gjejmë ndonjë vend për të parkuar, shqyr zoti u mora dhe çadër nga Tirana. Saxophones at every hour. Who hasn't heard of me now? Then will I have had enough? Pazar sot edhe ka ngelur kot që në Shqipëri janë perimet dhe frutat lirë, sepse kilja e qepe 2000 lek, kilja e specie të kuq 3800 lek, kilja lule lakrës 2200, mora banane, mora 2 moll, mora kos grek, mora karrota, mora pak rrushte pat, dhe lule lakër edhe qumësht në një tigan të vogël me pak qumësht, me kanell, tërshër, pak moll të kuqe dhe pastaj I hedh edhe pak banane. Soft on pink bust and shoulders, page 55. You trace letters over the pictures of the climbing vine. I'm in a field of old making. I can see more flowers waking. Somewhere way past taken. Që pat bëra pak yoga, e bëra të gjithë për qëndrimin, sepse unë rri shumë keq me korrizin, nuk e mbaj drejt, edhe qëndrimi është shumë I rëndësishëm për posturën që të rri sa më mirë, dhe të gjitha ushtrimet që bëra tani ishin për fillestar dhe për të të ndihmuar që të qëndrosh mirë. Po lodha pak. Mëngjesi më ngopi, por nuk është se ishte shumë. E ishte I shëndetshëm, por nuk ishte I shishëm, se mama hajnë gjëra të kripura zakonisht, kurse kjo vinte si ëmbël, sepse normale rrushi thatë që I shtuam, kurse mjaltë shumë kështova asnjë gjë tjetër. Sailing over pavement with our 2 L1s. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me.
parë që Rea bën matcha. Okej, kam provuar, por hera e parë që bëj në shtëpi, madje matcha nuk është se më pëlqeu shumë ajo që bleva, sepse nuk kishte një ngjyrë të bukur jeshile, ishte shumë e errët dhe nuk është mirë, duhet që të jetë sa më e hapur, sa më jeshile e ndezur, e bukur. Nice, kështu ka dalë mirë, sepse pak matcha i hodha, nuk është i hodha shumë. Në fakt Aca e dole receta, sepse pasha dhe në internet, gjysmën e lugës së filxhanit, të vogël do të thënë. Por ka dalë mirë të paktën. Si për herë të parë më pëlqen, mund ta bëj edhe me shurup, mund ta bëj edhe pak të ëmbël, por nuk e kam problem, më pëlqen kjo shija karakteristike që ka matcha. Gjë është e sigurt, më të mirë se në lokalet ku e kam provuar në Shqipëri është. Që kështu gëzuar. Jemi në botën tani që një gjë që kërkojmë direkt ChatGPT-ja dhe i çova me foto këtë matchën që mora. Edhe këtu e ka që përdoret, edhe këtu përdoret me ujë dhe me normale, me qumësht. Por sipas ChatGPT-s, unë nuk e se lexova me thënë të drejtën, sepse vetëm kjo ishte në dyqan. Është më shumë për gatim, për smoothie, për biskota, për ëmbëlsira me matcha, gjëra të tilla ose cheesecake, edhe është pak e hitur dhe ngjyra nuk është ajo ngjyra që duhet e ndezur me matcha. Po nejse, bën punë, nuk është se s'bën. Për ne që nuk pim kafe, është alternativë shumë e mirë që të pim diçka të tillë. Edhe shija më pëlqen. Po, tani e kërkova, duhet që para se të blej produktet, duhet që i kërku një herë te çati edhe pastaj me marr ato që duhen. Shpejt dhe ju tregoj çfarë bleva dje në Durrës. Marrëm drita për balkonin, sepse siç ju kam thënë, të rregullojmë balkonin, do ta bëjmë shumë të bukur. Mora këtë, që shkoni sa cute që është, me blet, dhe vendosa te balkoni që të vinë dallandyshet ose zogjt. Unë kam shumë qejf dhe dua që ti push plot me fara dhe ushqime. Për shpendat edhe pse jo të më vinë këto te balkoni, sepse ka pafund. Edhe Ruçi që shikon nga dritarja dhe ja bën mama. Mora këto pecet, ishin nga 2500 edhe kanë ngjyra të ndryshme, edhe mora 2 pako sepse duhen në shtëpi, nuk janë kurrë të tepërta. Mora këtë setin që më pëlqeu shumë, më duk shumë vintage, me këto kwadratat, edhe duhet që ta bëra me patjetër. Mora këtë për balkon sepse nuk kisha për lulet, edhe ngjyrë roz. Besoj se kuptohet pse. Ruara ime është kjo pjata për ëmbëlsira, që është shumë pramberore për të bërë kek ose muffins, dhe i vendos bukur këtu. Edhe nuk kisha një të tillë, dhe prandaj mora. Kushtonte 6500, ishte hapur një dyqan i ri në Durrës, prandaj shkova aty tek qendra tregtare. Dhe mora këto pjatat që janë të thjeshta. Mora 4, sepse gjithmonë e kam dyshe, por nëse na vin miq, nderohesh kur i ke set. Këto. Po marrë 2 të tjera domethënë. Ishin nga 3200. Mora këtë pastaj, që është shumë e bukur, vazo për lulet, vendoset tek muri, kushtonte 8000 lek, 7500. Dhe kam një bim që do ta mbjell tani tek balkoni. Gjithashtu mora këtë lopatën e bukur për balkon, për të mbjellë lule, sepse jemi në sezonin që do mbushim balkonin plot, me fitan dhe lutka e gjëra.
Gjithashtu, prap për balkonin, mora këto dorashkat, janë shumë cute, dhe këto tabelat e vogla, që janë 2 lekë, kanë edhe shkumësi, për të vendosur për fidanët që do mbjellë që t'ja vendos me jeka. We were lost before we realized, too afraid to cross the line. You and I, we were slowly breaking. But there are reasons we'll never find out, like how we burned out with no goodbye. Was it in the time or the way we should have tried? We were falling even when we tried again. There's so much just left behind. There's so much just left behind. We say the words we never said. Me perime, ngjyra, siç mund të shikoni, I kam hedhur qep, patate, kërpudha, hudhër, kunguj, spec të kuq, karot, lakar, mund të jeni çfarë do lloj perime që keni në shtëpi. Ku do e gatuajmë sot drekën tek air fryer im më I ri, që është nga linja Kosori, që tani do ta hapim, edhe jam shumë emocionuar. Si do jetë, sepse nuk kam gatuar kur në air fryer. Linkun do t'ju lë poshtë tek kutia, edhe besoj se të gjithë I dini të mirat për të patur dhe për të gatuar me një air fryer, që mjafton 2 pika vaj, edhe bëhet shumë I shishëm vakti. Plus, nuk e nxesh shtëpinë, tani në verë, ndes, s'ke nevojë të ndezesh furrën, mjafton të gatuash këtu plus shumë herë më shpejt. Do bëjmë ushqime të shishme, si këto këtu. Pul, perime. Nëse keni ju në shtëpi air fryer. Edhe më shkruani ndonjë gatim që del vërtet I mirë këtu. Tani si ta nxjerr nga ky kartone. Receta të shishme do bëjmë këtu për mua dhe për Albion. Qa qefi. Ushqim I shëndetshëm plus I bën dhe të shishme. Shkani, dhe ka edhe me një libër. Është air fryer, e lava këtë pjesën e furrës, dhe këtu do vendosim perimet, dhe gjëja që më pëlqen më shumë është matësia, dhe këtë pjesën që mund t'ja vendosë air fryer dhe ndaj në 2 air fryer të ndryshme. Vendoset këtu në mes dhe mund gatuash këte perimet, këte mishin, shumë pak vaj, edhe gati që të gatuajmë perimet tona. Vendos këtu. Impresim pushimin ton për 20 minuta.
I know you better than anyone you know. Yeah, I know exactly how you bottle things up inside, but you don't